Kërkunati i Lulzim Bashës Erioni Sufi ka nisur të gjejë rrugë të tjera përfitimi parash publike, pasi rreth 100 biznesmen nuk i paguajnë më haraç mujor, që kur Sali Berisha dëboi Lulzim Bashën nga kreu i PD-s, ku e kishte vendosur. I përfshirë në pastrim parash, skema mashtrimi dhe me dosje penale në SPAK. Erioni Sufi ka futur duart tek fondet e Startup Albania përmes prestanomeve të tij, punonjës dhe ish punonjës të kartelit të tij të kompanive. Julinda Boca është drejtoreshe përgjithshme në kompaninë e Erioni Sufit, Landmark Communications, me të cilën ka qarkulluar miliona euro që i jepnin haraç oligarkët deri kur Basha ishte në krye të PD-s. Bledi Balla, i cili është bashkëshorti i drejtoreshës së kompanisë Erioni Sufit, rezulton përfitues nga fondet e Startup Albania, dyshohet me projekte fiktive për llogaritë të Erioni Sufit. Lumi Raci është gjithashtu derivati i Erioni Sufit. Raci punon te kompania i Sufit Landmark Communications, e lakuar për pastrim parash dhe faturime fiktive. Lumi Raci rezulton gjithashtu nga fondet e Startup Albania. Sipas burimeve, projektet fiktive janë hartuar në zyrat e kompanisë Erioni Sufit, shkruan portali Prapaskena. Anisa Kike është administratore e kompanisë ECN Partners, e cila ka përfituar nga fondet e Startup Albania, fonde që rezultojnë se ndahen në formë qokash, rastësia apo jo. Anisa Kika është punonjëse pranë kompanisë Landmark Communications të Erioni Sufit. Pronari i kompanisë ECN Partners është Aldi Lekaj, përfitues i fondeve Startup Albania. Aldi Lekaj ka punuar më parë pranë kompanisë Erioni Sufit Landmark Communications. Vitin e kaluar, Aldi Lekaj ishte kandidat i koalicionit Euroatlantik të Lulzim Bashës për qarkun e Elbasanit. Kunati i Lulzim Bashës Erioni Sufi, në hetim nga SPAK për pastrim parash dhe skem të dyshuar korrupsioni, qëndron pas një karteli kompanish në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërtort, duke qarkulluar miliona euro. Erioni Sufi, suksesi i të cilit si biznesmen, përkon me shkëlqimin dhe rënien e Lulzim Bashës si politikan, qëndron pas kompanive Landmark Technologies, Landmark Communications, Landmark Premium Print, Black Sheep, HR Solutions, Renault Albania, NEC e të tjerë. Erioni Sufi ka angazhuar edhe bashkëshorten Stella Vami, e cila dyshohet se pastron para përmes kompanisë së shitblerjes së pasurive të paluajtshme Colliers Albania SHPK, përmes kompanisë Moveo Albania Technology. Erioni Sufi ka bler 2143 m2 sipërfaqe, njësi tregtare tek Lion Residence tek Parku i Liçenit, me vlerë 5 herë më lirë se sa vlera reale. I Sufi ka një pasuri me vlerë miliona euro, përfshirë vila, troje dhe apartamente me burim të dyshim. Gjatë kohës kur Lulzim Basha ishte në krye të PD-s, rezulton që rreth 100 biznesmen, të cilët përfitonin para dhe pasuri publike nga qeveria e Edi Ramës, paguanin një haraç mujor tek Erioni Sufi, kryesisht përmes kompanisë së tij Landmark Communications. I Sufi nuk ofronte ndonjë shërbim, thjesht oligarkët i kalonin parat në llogari për shërbime fiktive, duke bler kësaj heshtjen e opozitës për aferat e tyre me qeverin në zhvatjen e pasurive dhe parave publike. Edhe pse 10 milion euro kalonin në llogarinë e kompanisë, I Sufi deklaronte fitime minimale, duke i investuar paratë që u merrte oligarkëve në pasuri të paluajtshme. Ndërkaq, pasi Sali Berisha shkarkoi dhe përzuri Lulzim Bashën nga PD-ja në fund të vitit 2021, biznesmenët ndërprejnë pagesat për kunatin e Bashës, ndërsa nisën të paguanin tek Shkëlzem Berisha në këmbim të mos përgojimit të tyre nga Sali Berisha. Arsyet janë tërësisht dhe thellësisht korruptive. Disa nga biznesmenët që i kanë dhënë qindra mijëra euro Erioni Sufit rezulton se kanë përfituar prona publike dhe tendera, kur kunati i tij Lulzim Basha drejtonte Bashkinë e Tiranës. Në këtë formë, ata kanë paguar tarifën e korrupsionit. Së dyti, biznesmenët paguanin tek kunati i Bashës në këmbim të heshtjes së opozitës së drejtuar nga Basha për aferat e tyre korruptive me pushtetin. Mund të konsiderohet edhe si taksa e heshtjes. Në të njëjtën formë operon sot edhe Sali Berisha në krye të PD-s. Së treti, biznesmenët dhe të ashtu quajtur oligark paguanin haraç tek kunati i Bashës për të patur një raport klientelist me opozitën, nëse kjo e fundit do të vinte në pushtet. Oligarku Bashkim Ulaj, përfituesi më i madh i pasurive dhe parave publike, rezulton se i ka dhënë qindra mijëra euro kunatit të Lulzim Bashës Erioni Sufit. Parat kanë kaluar nga kompania Gjener 2 e Bashkim Ulajt në kompaninë Landmark Communications të Erioni Sufit. Laurent Gordi, administratori i Philip Morris Albania në Shqipëri, ka kaluar miliona euro në llogari të kompanisë Erioni Sufit. Tek Erioni Sufi rezulton se ka paguar haraç edhe kreu i FSHF-s Armand Duka përmes kompanisë AIBA Kompani. Biznesmeni Fatmir Kuçi, pronari Victoria Invest, përfituesi i tenderave publik, ka kaluar mijëra euro në llogarinë e kompanisë Erioni Sufit Landmark Communications. Kuçi ka bërë dhurat Lulzim Bashës edhe një makinë luksoze. Edhe biznesmeni Arben Babameto, përmes kompanisë Teuta SHPK, ka paguar haraç tek Erioni Sufi, i cili rezulton se ka notuar në para kryesisht produkti aferave korruptive me pasuritë dhe parat publike, shkruan Prapaskena. Biznesmeni Geron Çela, përfituesi i parave publike dhe koncesioneve, ka paguar Erioni Sufin përmes kompanisë Brunes. Kunati i Bashës është paguar edhe nga Vilma Antoni, Edmond Shahini përmes Mektrin Motors, Bledar Shella përmes Societe Generale Albania, Bashkim Shalla përmes TIS Park, investitori strategjik Ilir Shyti përmes Agrocon, Neritan Dojaka përmes Alba Elektrika, Piro Angjeli përmes Ansig, Ardian Dushaj
përmes Ashel, Irfan Hysenbelliu dhe Luan Bregasi përmes Bira Tirana, Aredi Sado përmes Decop Distribution, Dritan Bellaj përmes Euroalb, Arben Meskuti i bandos mikrokredive të tjerë. Kunati i Bashës ka marrë pagesa edhe nga Amarildo Ademi, Manjole Afezolli, Bajdi Eduka, Ronis Kraja, Muarem Kokona, Redi Panariti, Lulzim Zaimi, Lenica Mërkuri, Jonida Prizreni, Jetmira Leshi, Jani Petro, Ermir Krasniqi, Erin Reka, Eneida Gjini, Enea Reka, Emilian Pira, Marglen Skondi e të tjerë. Kunanti i Lulzim Bashës, Erioni Sufi dhe bashkëshortja e tij Stella Dhami vijojnë të sfidojnë SPA, krimin ekonomik dhe drejtorinë për parandalimin e pastrimit të parave, duke pastruar në mes të Tiranës në mënyrë banale paratë e korrupsionit, evazionit fiskal dhe skemave mashtruese. Me një lëvizje të muajve të fundit, Erioni Sufi ka pastruar rreth 3 milionë euro para të pista. Sufi ka bler 2143 m2 sipërfaqe njësi tregtare për 4.6 milionë euro në Lion Residence pranë parkut të liçenit, ndërkohë që vlera e tregut është 10 deri në 15 milionë euro. Pas blerjes me rreth 2000 euro metri katror, Erioni Sufi nga sipërfaqja 2143 m2 ka shitur 1000 m2 për 5 milion euro. Ka dyshime të forta se Erioni Sufi 2143 m2 i ka bler me mbi 10 milion euro, por e ka deklaruar vlerën 4.6 milion euro, duke paguar pjesën tjetër cash. Më pas, Sufi ka nisur ta shes sipërfaqen e bler me çmim tregu, duke pastruar dhe futur në sistemin bankar paratë e pista cash. Është një skem sa klasike, aq edhe e njohur nga organet ligjzbatuese, madje reflektuar si skem masive pastrimi parash në raportet vjetore të SPAK. Me paratë e pastruara përmes kësaj skeme, çifti Erioni Sufi dhe Stella Dhami kanë bler pasuri me vlerë miliona euro në zonat më të shtrenjta dhe të lakmuara të Tiranës dhe Bregdet, vilë në Palas, apartamente tek Ambasador 2, sipërfaqe tek Lion Residence, apartamente në ish blok, rezervime në kulla dhe të paktën 5 vila në periferi të Tiranës. Apartamente dhe vila në emrin e mamasë Stella Dhamit janë vetëm një pjesë e pasurisë e Erioni Sufit dhe Stella Dhamit, pa bërë asnjë punë, por me miliona euro produkti trafikut të influencave, pazareve, kontratave fiktive, shantazheve dhe skemave korruptive, shkruan Propaskena. Krahas pasurive të paluajtshme, Stella Dhami dhe Erioni Sufi rezultojnë me disa llogari bankare me vlerë miliona euro. Paratë e grumbulluara në disa banka të nivelit të dytë janë produkti skemave të pastrimit të parave. Paratë janë mbledhur gjatë kohës kur Lulzim Basha ishte në krye të PD-s me fatura fiktive dhe kesh. Pagesat e kunati Erioni Sufi janë bërë edhe nga biznesmen që kanë marrë tendera dhe leje ndërtimi nga Lulzim Basha, kur ishte kryebashkiaki i Tiranës.